Lëndët në gjykata po digitalizohen. Krijimi i bazës së shënimeve të lëndëve të vjetra do të ndihmojnë në përmirësimin e punës së gjykatave. Regjistrimi apo kategorizimi i lëndës që na e bojna ndihmon që përmes databazës të evidentohen edhe rajonet në cilët ekzistojnë debitorët, adresat e debitorëve. Lëndë me sa lëndë është i ngarkuar, që ka raste që një debitor ka 2-3 lëndë, ndihmon bashkimin e lëndëve, dhe më kjo ndihmon punën e matutjeshme në procedurën cilën e zhvillojnë matutje zyrtar përmbarimor gjykatave. Digitalizimi i lëndëve po bëhet nga programi USAID në Kosovë, sistemi për përmbarimin e marrëveshjeve dhe vendimeve SEAD. Ky proces është shumë i rëndësishëm për gjykatat, punë të cilën ata nuk kanë mundësi ta bëjnë vetë. Dhe meqense ne si gjykatës nuk kemi mundur as të arrijmë që të formojmë një databazë, tani është një projekt i databazës ku të gjitha lëndët janë të dorëzuar dhe në formë elektronike. Unë konsideroj që shumë shpejt kjo do të kenë edhe varet dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, por ajo është një ndihmë shumë e madhe sa i përket regjistrimit dhe menaxhimit elektronik të raste përmes databazës. Iniciativa për të mbështetur gjykatat ju është prezantuar edhe bizneseve si pjesë e përpjekjeve për ta kthyer besimin në sistemin gjyqësor. The SEED program has hired 30 additional interns to support the Kosovo Judicial Council's special enforcement units in Prizren, Peja, Jakova, Ferazaj, and Pristina. Additionally, though, we've covered 8 more courts, and we'll finish several more before the program concludes. To date, we've taken about 85,000 of the paper files and put them in a database to give the courts the tools they need to more effectively and efficiently manage their performance. Digitalizimi i lëndëve të vjetra në gjykata është pjesë e reformës në për të cilën po kalon sistemi gjyqësor. Këshilli gjyqësor praktikisht duke po shqetësimin e madh me numrin e lëndëve të grumbulluara, sidomos lëndëve brapa metura që i quajmë ne ashtu. Dhe duke po një gjendje me të vërtet shumë shqetësuese sa i përket besimit shtetarëve dhe procedimit zgjedhjes çështjeve nëpër gjykata sipas mënyrës së arritjes në gjykatë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka aprovuar një strategji shtetërore për reduktimin e lëndëve të vjetra, që konsideron lëndë prej vitit 2008 e poshtë. Në implementimin e strategjisë shtetërore janë të përfshira disa palë që kanë qëllim uljen e numrit të lëndëve të vjetra, të cilat presin të përpunohen ose janë në fazën e përmbarimit. Fakti se numrin e lëndëve të papërfunduara, të grumbulluara, që këtë vit, domethënë 9 mujorën e këtij viti, janë rreth 214.000 raste të papërfunduara të gjitha lamive. Numri më të madh që rrit këtë numër janë lëndët e ekzekutimeve nëpër gjykata. Sidomos duhet mi potencu faktin lëndët e ekzekutimeve me dokument autentik që përbojnë diku rreth 70.000 raste. Numri i rasteve të papërfunduara tani shkon në mbi 200.000 raste. Strategjia synon që me prioritet të trajtohen fillimisht ato me dokumente autentike, lëndë të cilat i referohen gjykatave nga kompanitë publike. Këto padi janë si rrjedhoje pamundësisë së kompanive për të mbledhur borxhet. Sa i përket lëndëve në çështjen e përmbarimit, ato dihen se është pozicioni më i ndjeshëm i gjyqësorit për arsye se është e kohë të kenë punuar gjyqtarë civil apo çfarë do lëmie tjetër gjykimit të bëhet i formës për ndërkaq që të ngecë realizimi dhe përmbarimi i atij gjykimit të formës për do të është një drejtësi e vonuar e cila nëse nuk përmbarohet ajo faktikisht është edhe mohimi i drejtësisë. Kemi invazion të madh të lëndëve mba dokumentet autentik. Sidomos për ndërmarrjeve publike, prej kekut edhe PTK-s, referentat cilët janë punësuar. Ata veç punën gjatë 3 oraret. Mirë po është problem se lëndët janë grumbulluar me vitet plota. Programi i USAID, sistemi për përmbarimin e marrëveshjeve dhe vendimeve SEAD, ka mbështetur Këshillin Gjyqësor në nismen e arritjes së një marrëveshjeje në formë memorandumi me kompanitë publike KEK dhe PTK që të bashkëpunojnë në procesin e përmbarimit.
Një nga mënyrat për të rritur zbatimin e përmbarimeve në terren ka qenë përkrahja e gjykatave me kapacitetet njerëzore profesionale. Kur Këshilli Gjyqësor vendosi të themelonte njësinë speciale të përmbaruesve në gjykata, programi SEAD mbështeti atë në këtë segment të rëndësishëm. Gjykata e Prizrenit tashmë ka filluar të shohë rezultatet e rasteve të kompletuara, të cilat ishin në pritje të përmbarimit me vite të tëra. Ky program me angazhimin e 5 ekzekutuesve, referentëve të ekzekutimit, ka qenë jashtëzakonisht i mirëseardhur jo vetëm në sistemimin e lëndëve, por në kryerjen e tij dhe zvoglimin e shumë lëndëve të cilat kanë qenë me numër diku rreth 11.000 lëndë të pakryera në procedurën e përmbarimit. The Kosovo Judicial Councils hired 30 of their own personnel to focus on the authentic document cases. There are roughly 65 or 70,000 of these authentic document cases in the backlog. Their focus on the 5 main cities where the backlog is the biggest with authentic documents, Pristina, Peja, Prizren, Jakova, and Ferazaj, has resulted to date in about 25,000 field executions. As you know, it takes several visits before you can close a case. Those 25,000 field executions conducted by KJC personnel have resulted in the closure of about 6,000 cases and over 3.5 million euros collected. Megjithatë, gjykatat vazhdimisht kanë hasur në pengesë edhe nga një faktor tjetër në procesin e përmbarimit të lëndëve. Në Kosovë, institucionet nuk kanë informacion mbi gjendjet financiare të borxhlive apo të pronave të tyre me vlerë. Në mënyrë për ta kaluar edhe këtë pengesë, është arritur një marrëveshje me Bankën Qendrore të Kosovës dhe administratën tatimore. Kjo marrëveshje i lejon gjykatave të kërkojnë nga bankat informacion për individ borxhli. Tani gjykatat mund të vinë deri te informacioni mbi borxhlit me një mbështetje institucionale dhe ligjore për të vetmin qëllim të përmbarimit të lëndëve gjyqësore. Zyrtarët përmbarues do të rrisin efikasitetin duke mbledhur borxhe drejt për drejt nga llogaritë bankare ose do ta ndalin atë nga rroga e borxhlive. Në rast se si debitor na shfaqet një person i cili është punëtor në një firmë apo në një organizatë të caktuar, atëherë gjykata mund që atë emër të atij individi ta dorëzojë tek Këshilli Gjyqësor, i cili përmes çastes që i është dhënë nga administrata tatimore e Kosovës në bazën të dhënave të gjithë punëdhënësve të Kosovës, mundet që të shohë se ai punëtor a ka mjete të caktuara për shlyerjen e atij borxhit, natyrisht në pajtim me dispozitat ligjore. Kemi ndihmuar Këshillin Gjyqësor që së bashku me administratën tatimore të Kosovës të shkëmbejë dhëna për një numër të madh të punësuarve të cilët paguajnë kontributet dhe tatime në administratën tatimore të Kosovës dhe ato shënime mandej mund të përdoren nga gjyqësori që të bëjnë ndalesat të ndryshme për debitorët të cilët janë të punësuar. Nuk kam nere. Kur kam vi veti paguj. Numri i rasteve të faturave të papaguara është i madh. Disa persona nuk e konsiderojnë përgjegjësi të tyre dhe nuk brengosën për t'i paguar faturat. Është hera e tretë që ja kemi të hekur rejtin, por ky zotnia nuk do në pagu. Kushtrimi ka një punë shumë të vështirë. Ai është zyrtar përmbarues. Propozimi përmbarues nga gjykata është lejuar. Martani tani ka 7 ditë kohë që të shlyejë borxhin e tij në mënyrë vullnetare. Unë do të përpiqem që të mbledh borxhin e tij nga llogaria bankare e tij, apo direkt nga paga e tij nëse ai është i punësuar. Në të kundërtën, unë do të jem i detyruar që të shkoj te ai personalisht
dhe të konfiskojë gjërat të cilat mund shiten në ankan për të shlyer borxhin. Artani nuk e ka paguar borxhin e tij në afatin e paraparë ligjor. Gjykata zakonisht ekzekuton borxhin përmes llogarisë bankare të debitorit. Por Artani nuk punon dhe nuk ka ndonjë llogari bankare nëpër bankat në Kosovë. Atëherë, ne jemi të detyruar që të shkojmë në shtëpinë e tij dhe të konfiskojmë gjërat me vlerë. Këta janë hapat të cilët zyrtari përmbarues duhet t'i ndjek në një. Zyrtari përmbarues duhet t'i vlerësoj artikujt me vlerë në shtëpinë e Artanit, pasi që ai nuk ka llogari bankare dhe nuk është në marrëdhënie pune. Në 2, zyrtari përmbarues duhet t'i regjistrojë dhe t'i llogarisë gjërat me vlerë nga borxhliu, pastaj t'i konfiskojë ato. Ka edhe raste kur policia duhet të jetë e pranishme gjatë këtij procesi. Në 3, më pas mallrat dalin në ankan publik dhe me paratë e mbledhura nga shitja e tyre paguhet kreditori, gjithsesi Korporata Elektroenergjetike e Kosovës. Rruga për të borxhliu nuk është e lehtë. Mundi me pas parasysh duhet me hi njerit mrena, me ja vlerësu gjysendet, e tana dhe me ja konfisku. Mirdita, zotni. Unë jam përfaqësuesi i gjykatës, e bëj punën e përmbaruesit, e zotnia është prej Kekut. Kemi armët njoftuar në vendim të gjykatës, i cili e konfirmon borxhin e juaj ndaj Kekut që e keni. Po? Me këtë vendim neve na lejohet me hy brenda, edhe me i regjistru gjërat me vlerë që i keni, cilat do të konfiskohen dhe do të shiten anka. Qysh? Ju po doni me hi në shpiteme me mi marë sanet e mija? Zotni, mos më keq kupto, ky nuk është vendimi jemi, është vendimi i gjykatës, unë veç punën teme. Unë nuk ju la me hi mra, no, zotni. Edhe ju kësha lut, largoni pidera. Zotri, ndëgjom. Tu kisha lutë me ba këtë punë me të mirë, sepse na ke mandat me i thirë dhe policinë. Qysh? Mama? Qika që keq është puna? Tu kisha lutë, liroj e lera. Hajde. Pikrisht kjo është detyra jem. Keku tani e ka një borxhlim pak. Procesi i uljes së numrit të lëndëve të vjetra kërkon kohë, kushte dhe staf profesionist. Institucionet e Kosovës po ndërmarrin masa të prezantojnë metoda të reja në mënyrë që të rrisin efikasitetin e gjykatave në trajtimin e lëndëve civile. Njërisi e cila do t'jetë besoj në fuqi nga viti 2013 ka të bëjë me futjen e sistemit privat të përmbarimeve në Kosovë. Në këtë ligj ne kemi para pa që për vitin 2013 përmbarimet mos bëhen më në gjykata, por të licencohen jurista të kualifikuar, të cilët përmbarimet do t'i ekzekutojnë në mënyrë të pavarur. Kjo do të jetë edhe në trendin i cili është në gjithë region, gati gjitha shtetet përreth kanë kryer me sukses futjen e sistemit privat të përmbarimeve në sistemin e vetë gjyqësor. Gjatë dekadës së fundit, sektori i gjyqësorit në Kosovë është përballur me një mjedis që ndryshon vazhdimisht. Mungesa e kapaciteteve ka abonuar procesin e përmbarimit të lëndëve në gjykata, ndërsa kjo është reflektuar në zbehjen e besimit të qytetarëve. Megjithatë, sistemi gjyqësor po kalon në reforma të rëndësishme me ndihmën e institucioneve tjera, sektorit privat dhe qytetarëve. Të gjithë po bëhen pjesë e ndryshimit që çon drejt një shoqërie që qeveriset nga sundimi i ligjit.